jam këtu në xhaminë Tahtali, në Pej, shkaktarë bon Lendrit Ganiqi për me orë, se në ka thirë, në ka dhonë bok me hongër me pi, disa gjallare dhe mustafir. Se me këta i në konë edhe në qabe. E kjo xhami e pas ka marru Turqia, vitet ma hershme, po të konë shumë antike. E vjetësin në altë edhe për gau, të konë shumë e madhe e mirë e bukur, e halasëm ka ra me pak si xhami janë Kosovë. Edhe Lendritin Zotë e Ruj që bon shkaktar për me ardhe këto. Këto një vlla musliman po falet, që është edhe veteran i luftës, 2 vjet ka qenë në që këtë e Ramush Haredini. Po fatbarsisht këto e kam edhe hoxhën e kësaj xhamie që ka konë me Gazmen Bajraktarin me drejtën fakulteta. Është i këtu imam? Qysh me po të emnin? Shemsedin. Shemsedin, mulla Shemsedin si pu kaloni këtu? Mirë, alhamdulillah. Valla lumi te pas keni xhami të mirë, po inshallah ki edhe xhamat. E ne pa xhamatin si kjo xhami, shumë mirë të konë, se të konë e vjetër këtu në hershmit. Xhamatin e kemi shumë mirë. Edhe në drejt ty zote se ta shkruaj që e bon sebeb. E hoxha me zinë e pas ka qëtë musliman. Pra ndaj edhe njëherë e falenderën Lendritin që bon sebeb në në taku. Edhe në këtë xhami të mrekullueshme të vjetër, edhe me këtë vllavin veteran i luftës, edhe Zoti i rujt pejanëve në shpinë t'juve, se në pej shka s'ka po shpinë t'juve, Zoti i rujt kej pejve. Selam aleikum. Xhamia Tahtali në Pej. Ka ka marru Turkia, a mon e dinë cëllin vetë? S'ka që u më kur gjamë. Si xhamia antike të vjetër, halon Kosovës nuk ka ra me pa. Ngrejme është të një katon Ferizaj, rreth 500 vjetë e po. Beri xhami e mirë të ka antike vjetër. Gjimoja me 2-3 veta. Xhamia Tahtali, ku me ti sa shejku e vjetër kjo. E në Kosovë shtiru me gjithë si xhamia se po i prishin vjetër, pe marruin në temel të rejat dhe pe hupin me 100 vjet dokumentarin e asoj xhamie. E kjo të ka hala këtu, edhe hu xhamie me zinë mirë të kënë. Kjo xhami ka ndërtuar rreth vitit 1587. Kjo argumenton se këtu shqiptarë kemi jetu me bab e bagjush e stërgjush te që se mon men kurkush. Xhamijat janë fakt historik, që mjerisht në për Kosovë i prishin xhamijat e vjetra ndërtuar të rejet dhe i hupi me 100 vjet tyne. E kjo të konë shqyqyrë mirë këtu dhe s'pe preshkan pe jantë. E falim dhe i t'ugjë. Selam aleikum.